691 pishek zjarre janë gjetur dhe sekuestruar nga policia në një subjekt tregtar në lagjen Ajro Çakëri në Vlorë. Përmes një komunikate zyrtare, Blut bëjnë me dije se është vënë në hetim 64 vjeçaria që shiste lëndët piroteknike, të cilat janë të ndaluara me ligj. Sipas komunikatës zyrtare të policisë, thuhet se në vijim të kontrolleve të ushtruara në kuadër të planit të masave për parandalimin dhe goditjen e tregtimit të kundërligjshëm të lëndëve piroteknike në prag të festave të fundvitit, seksioni për hetimin e krimeve ekonomike financiare ka evidentuar një rast në qytetin e Vlorës. Gjatë kontrollit të ushtruar në një subjekt tregtar, u konstatuan 691 cop lëndë piroteknike, të cilat tregtoheshin në kundërshtim me ligjin. Lëndët piroteknike u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa materialet procedurale u referuan në prokurorin pranë gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë dhe nisi procedimi penal për 64 vjeçaren banuese në Vlorë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.